Një tjetër situatë e rëndë ka trazuar Big Brother VIP Albania pasi gazetarja e njohur Jacqueline Lekatari ka publikuar pamje mes Rogertit dhe Selinës që sipas saj përbëjnë një rast të papranueshëm brenda shtëpisë. Në reagimin e saj, ajo ka qenë shumë e drejtë për drejtë, duke bërë thirrje publike. Ngacmim seksual denoncojeni, duke kërkuar që rasti të merret seriozisht dhe të mos anashkalohet. Deklarata e saj ka shkaktuar reagime të menjëhershme, ndërsa familjarët e Rogertit kanë reaguar duke kundërshtuar këtë interpretim. Ata kanë lënë të kuptohet se situata po keq interpretohet dhe se po bëhen akuza të rënda, pa u parë vërteta e plot, duke mbrojtur qëndrimin e tij. Sipas tyre, pamjet nuk tregojnë atë që pretendohet dhe kërkojnë që publiku të mos nxitojë në gjykime, duke theksuar se gjithçka duhet parë në kontekst. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.